Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Kryetari i Lëvizjes Demokratike i Zed Mexhiti vlerëson se me shkarkimin e kryesisë qendrore të lëvizjes Besa filloi procesi i shkrirjes së koalicionit në parti politike. Mexhiti tha se pret që të gjitha partitë politike në koalicion përfshi Lëvizjen Demokratike ta bëjnë të njëjtin veprim. Hapin që ndërmori Besa dhe zoti Bilal Kasami, unë përshëndes dhe besoj që shpejt dhe përcjellin domethënë edhe subjekte të tjera brenda Vlenit, sepse është në interes të gjitha subjekteve dhe në interes të organizimit politik të shqiptarëve. Në lidhje me atë se kush do të jetë kryetari i partisë, Mexhiti tha se ende po debatohet, por se janë një nga idetë kreative dhe është ajo e bashkëkryetarëve. Është vlerë evropiane, e kemi edhe në Republikën e Kosovës, është lëvizja Guxo. Ndërkohë ka dhe modele tjera, po debatohet me pro dhe kontra argumentime. Këtë kjo në funksion për zgjedh modelin më të mirë edhe për ta faktorizuar dhe fuqizuar Vlenin në përgjithësi. Kryetari i Lëvizjes Besa në Maqedoninë e Veriut, Bilal Kasami, njoftoi shkarkimin nga detyra të kryesisë qendrore të partisë. Kuvendi qendror i Lëvizjes Besa me shumicë votash miratoi vendimin për shkarkimin e kryesisë qendrore të Lëvizjes Besa në vazhdën e procesit të filluar për bashkimin e Vlenit në një subjekt të vetëm. Kuvendi i Lëvizjes vlerësoi se duhet hapur rrugë për strukturimin e Vlenit dhe solli këtë vendim bazuar në moratoriumin e aktiviteteve partijake nga subjektet që përbëjnë Vlenin. Sipas Kasamit, kuvendi e ka autorizuar të vijojë bisedimet për të ardhmen e Vlenit duke i dhënë mbështetje bashkimit në një subjekt të vetëm politik. Me këtë rast, kuvendi më autorizoi mua si kryetari i Lëvizjes Besa të vijoj bisedimet për të ardhmen e Vlenit, duke i dhënë mbështetje bashkimit në një subjekt të vetëm, me një zgjidhje që respekton parimin e drejtësisë dhe dëgjon zërin e vullnetin e votuesit të Vlenit dhe të gjithë shqiptarëve. Deklaroi Bilal Kasami, kryetari i Partisë Lëvizjes Besa. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti u ka bërthirrje të gjithë shqiptarëve që të marrin pjesë në marshin Drejtësi politike, i cili do të mbahet më 17 shkurt. Përmes një video të postuar në rrjetet sociale, ai ka vlerësuar se të gjithë duhet të marshojnë të martën në mbrojtje të ish-krerëve të UÇK-s. Në 17 shkurt organizohet marshi për drejtësi e jo politik. Ju kisha ftuar vëllezër e mosh, të gjithë së bashku të marshojmë në sheshin Skënderbej për pafajësi e bashkëluftarëve, për njerëzit që kontribuan për liri e pavarësi që sot ne e gëzojmë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Maqedonia e Veriut kanë arritur marrëveshje kornisë për tregti reciproke, korrekte dhe të balancuar për forcimin e marrëdhënieve dypalçe ekonomike, që do të sigurojë eksportuesve të dy vendeve qasje më të gjerë deri tek tregjet e të tjerëve. Duhet një deklaratë të shpërndar nga Shtëpia e Bardhë. Marrëveshja do të përforcojë marrëdhëniet tona tregtare, do të mbështesë interesat e përbashkëta strategjike, do të promovojë rritjen ekonomike dhe do të thellojë partneritetin ton transatlantik, theksohet në kumtesën e përbashkët. Kushtet kyçe të marrëveshjes përfshin që Maqedonia e Veriut do të pezullojë shpenzimet doganore për të gjitha mallrat amerikane industriale dhe bujqësore të eksportuara në Maqedoni, ndërsa Shtetet e Bashkuara do të mbajnë 15% tarifat reciproke, siç është theksuar në urdhrin ekzekutiv më 2 prill të vitit 2025. 35 ish kryetar komunash në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe 19 kryetarë të rinj ende nuk i kanë dorëzuar deklaratë për gjendjen e pasurisë. Shqetësimi është ngritur nga kryetari i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Adem Çuçul informoi se komisioni po monitoron intensivisht deklarimet dhe se janë vënë re mungesat te një pjesë e kryetarëve të komunave. Përveç zyrtarëve lokal, komisioni ka verifikuar dhe gjyqtarët e prokurorët publik. Sipas Çuçulit, te kjo kategori personash problemi qëndron në mosgjedhjen e re elektronike për deklarimin e pasurisë. Përshpejtimi i transformimit digjital ishte në thelb të marrëveshjes së nënshkruar ndërmjet Ministrisë për Transformim Digjital në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Asociacionit për e-Tregti. Memorandumi përcakton një kornizë për bashkëpunim institucional në fushat e e-Tregtisë, digitalizimit, inteligjencës artificiale, aftësive digjitale dhe inovacionit, informojnë nga Asociacioni për e-Tregti në Maqedoni. Në takim u theksua vlera e e-Tregtisë si pjesë integrale e ekonomisë digjitale dhe si shtytës kyç i konkurrencës së ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme. Rajoni. Kuvendi i Kosovës me 90 vota pro dhe 1 kundër miratoi rezolutën për mbrojtjen e ish-krerëve të UÇK-s. Miratimi i rezolutës është vendimi i parë i legjislaturës së 10 pas konstituimit të organit ligjvënës një ditë më parë. Atëherë me 90 vota për, 1 kundër, asnjë abstenim, konsideroj që rezoluta është miratuar. Vazhdojmë me
Kundër rezolutës votoi vetëm deputeti Lëvizjes dhe Vendosje Fatos Geci. Para votimit, nga Lidhja Demokratike e Kosovës kërkuan që rezolutës të shtohet edhe një pikë përmes së cilës do të kërkojë zbardhje vrasjeve para dhe pas luftës, por kjo u kundërshtuar nga Partia Demokratike e Kosovës duke bërë që LDK të mos marrë pjesë në votim. Një nga pikat e rezolutës e cila nuk ka peshë detyruese kërkohet nga dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar që në ushtrimin e funksioneve të tyre të sigurojnë zbatimin në përpikmëri të standardeve kushtetuese dhe ndërkombëtare, lidhur me një proces të drejtë dhe të paanshëm, duke respektuar parimet e transparencës, llogaridhënies dhe kultivimit të besimit të publikut në drejtësi. Më herët dhe Kuvendi i Shqipërisë miratoi deklaratën në përkraje të 4 ish-krerëve të UÇK-s që po gjykohen në dhomat e specializuara në Hag. Vijon mbrojtja e ish-krerëve të UÇK-s në dhomat e specializuara, vazhdojnë deklaratat përmbyllëse nga avokatët e Recep Selimi dhe Jakub Krasniqit. Kjo është dita e 5 të seancës për konkluzionet përfundimtare të akuzës dhe mbrojtjes. Te njëjtën ekipi mbrojtës i Veselit përmbylli fjalën e tij duke argumentuar se ish-kryeparlamentari i Kosovës është i pafajshëm dhe duhet të lirohet. Mbrojtja e Veselit këmbgulli se ndaj tij nuk ka prova dhe as dëshmitar të paraqitur nga zyra e prokurorit të specializuar. Avokatët hodhën poshtë pretendimet se komunikatat e UÇK-s ishin të bazuara në informacionet e inteligjencës nga Veseli si udhëheqës i shërbimit të zbulim kundër zbulimit. Avokati i mbrojtës i Recep Selimit, Jeffrey Roberts, tha se nuk kishte ndërmarrje të përbashkët kriminale siç pretendon prokuroria. Roberts tha se Selimi luftoi për liri dhe jo për pushtet. Jep Doriqin kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ramush Haradinaj rënditi 3 arsyet kryesore e largimit nga drejtimi i partisë. Gjatësia dhe rezultati jo i mirë zgjedhor janë 2 nga arsyet që Haradinaj liston për mos kandidimin më në krye të këtij subjekti politik. Duhet i shërbejë demokracisë dhe për faktin se në Aleancë ka njerëz të zot, shpresa dhe besimi im është që ata do ta ngrenë Aleancën në parti fituese, u shpreh Ramush Haradinaj pas largimit nga detyra. Në zgjedhjet e fundit, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës fitoi 6 mandate deputetësh. Kuvendi i Kosovës vijon përpjekjet për miratimin një kohë sa më të shkurtër të marrëveshjeve të arritura me Bashkimin Evropian dhe lëvrimin e fondeve. Ministri i Financave i Kosovës, Sekuran Murati, prezantoi para deputetëve të Komisionit për Integrim Evropian e projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi rakordimet për zbatimin e përkrahjes së Unionit për Kosovën në kuadër të instrumentit për reforma dhe rritje. Përmes saj, Kosova pritet të përfitojë rreth 882 milionë euro. Prej tyre, 253.3 milion janë grante dhe 629.3 milion euro do të jetë kredi. Me 6 vota pro, asnjë kundër dhe 1 abstinim, Komisioni për Buxhet të Kuvendit të Kosovës miratoi projektligjin për ndarjen buxhetore për vitin 2026. Para deputetëve, ministri i Financave Kuran Murati kërkoi nga deputetët që deri në fund të muajit të kemi në fuqi ligjin e ri për buxhetin. Ligja ime do të ishte që të procedim sa më të shpejt që është e mundur. Pra çdo herë duke respektuar edhe nevojën e deputetëve që të kenë shqyrtim. Ndërsa kryetari i Komisionit Kujtim Gashi bëri thirrje që procedura të jetë e rregullt në mënyrë që të ketë më pas diskutime dhe të jetë mundësia që deputetët të bëjnë amendime. Forcimi të rreqës së investimeve amerikane në Kosovë, përparimi i politikave prioritare në sektorin e energjisë, zhvillimi i kapitalit njerëzor, një angazhim më aktiv dhe i strukturuar ndërmjet sektorit publik dhe atij privat me synim për mirësimin e klimës së të bërit biznes ishte në thelb të takimit ndërmjet drejtorit ekzekutiv të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë dhe përfaqësues të Departamentit Amerikan të Shtetit. Gjatë vizitës në Washington, Erian Zeka u takua me zëvendës drejtoreshtën për çështjet e Europës Qendrore dhe Perëndimore, Lynn Debbie Voice. Ai shpreh mirënjohje për mbështetjen dhe për kushtimin e vazhdueshëm të SBA-s në agjendën e sovranitetit digjital të Kosovës. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Shqipërisë kërkon të shmangen kontrollet për të goditur bizneset gjatë paraqitjes si kryeinspektori i përgjithshëm të ish deputetit Partisë Demokratike Dashnor Sula. Edi Rama kërkoi që kjo strukturë të ushtrojë kontrolle tematike. Në pranitë të ministres së ekonomisë Rama bëri thirrje që qëllimi të jetë vetë korrigjimi, kur sipërmarrjet janë në gabim. Besoj që ka ardhur koha që ne të mos veprojmë në nivelin e inspektimit me befasira, a thua se po kapim diversant dhe armiq në radhët e sipërmarrjes. Sipërmarrja lajmërohet, i parashtrohet programi tematik i inspektimit dhe bëhet inspektimi. Qëllimi ynë nuk është i kapim gabim, qëllimi ynë është i ndihmojmë që të vetë korrigjohen edhe kur janë gabim. Në kuadër të reformimit të inspektoriatit, kryeministri u ndal tek nevoja e një sistemi të ri rekrutimi. Patjetër që një sistem i ri rekrutimi dhe karriere është i domosdoshëm, por ama kjo kërkon një certifikim, trajnim të detyrueshëm dhe në vazhdim
Kjo kërkon standard etik të unifikuar dhe kjo kërkon që sistemi i ri i rekrutimit dhe i karrierës të jetë një sistem i besueshëm. Për shefin e qeverisë, digitalizimi ka shumë potencial për të çuar në një nivel tjetër inspektimin me synim për të rritur besueshmërinë dhe për të ndihmuar sipërmarrjen. Afrim qendron zyrtarisht detyrën e kryeinspektorit të ri të Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit në Shqipëri. Ministri e Punëve të Brendshme Albana Koçiu shpreh se kjo detyrë mbar sfida dhe përgjegjësi të mëdha sa i përket zbatimit të ligjshmërisë dhe mbrojtjes së territorit. Afrim Qendro do të marrë detyrën e drejtuesit të Inspektoriatit të Mbrojtjes dhe Kontrollit të Territorit. Një detyrë e cila në vetvete mbar sfida, po gjithashtu dhe një përgjegjësi të madhe sa i përket zbatimit të ligjshmërisë dhe mbrojtjes territorit. Ndërsa qendro garantoi angazhim maksimal për forcimin e kapaciteteve të institucionit, bashkëpunim të ngushtë me strukturat vendore dhe qendrore si dhe transparencë të plotë në ushtrimin e detyrës. Atëherë unë shoh si vlerësim dhe besim të shtuar detyrën e re të rëndësishme që më është ngarkuar. Mendoj që kontrolli mbi territorin për parandalimin e të gjitha shkeleve është shumë i rëndësishëm se sa prishja objekteve pa leje. Natyrisht, puna në ekip e këtij institucioni duhet të jetë e përgjithshme, transparente dhe në funksion të ligjit. Çdo taksapagues shqiptar mund të vetë vlerësojë online nëse ka për detyrim për të plotësuar deklaratën vjetore të ardhurave individuale të njohur si DIVA. Drejtoria e tatimeve njofton krijimin e një shërbimi elektronik Tax Test me synim për të verifikuar nëse kanë apo jo detyrim deklarimin e DIVA 2025. Shërbimi është organizuar sipas një pyetësori që i përgjigjet në kohë reale çdo individi rezident apo jo rezident në përputhje me të ardhurat e tij. Tatimet sqarojnë se informacioni nuk përmban të dhëna konfidenciale. Afati i deklarimit dhe pagesës së DIVA 2025 është data 31 mars 2026. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.